Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Arben Mirstanit tregoi edhe një herë se për të mbrojtur interesat grabitqare të pushtetit nuk pyet as për kushtetut, as për ligj, e aq më pak për vullnetin e qytetarëve të zakonshëm të vendit. Duke përdorur të njëjtat makinacione, abuzime, arrogancë e ignorancë që e kanë kthyer Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në institucionin më famkeq e të diskredituar në llumin e një pushteti tërësisht të diskredituar, Arben Risani praktikisht shumëzoi me zero vullnetin e dhjetra mijërave qytetarëve shqiptar dhe kërkesat e përsëritura të partnerëve ndërkombëtar të Shqipërisë për të lejuar mbajtjen e referendumit për ndalimin e importimit të plerave. Mbar opinioni publik është i vetëdijshëm se skandali i djeshëm i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Ristanit nuk është i pari, po vazhdimësia e një sër vendimesh skandaloze në shkelje të hapur të kodit zgjedhor, kushtetutës dhe vullnetit të votuesve shqiptar.